Të nderuar zonja dhe zotrin, të dashur miq, përfaqësues shoqatave të turizmit, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, të nderuar zoti Rahman Kasa, kryetari i Unionit Shqiptar Turistik dhe zoti Zak Topuzi, shoqata Hoteleri Turizëm. Mirë se erdhët. Jemi sot së bashku për të diskutuar për një nga temat më të rëndësishme të Shqipërisë, turizmin. Unë besoj se turizmi nuk është thjesht një sezon me pushues. Turizmi është një strategji për zhvillim kombëtar. Është një mundësi për të kthyer Shqipërinë në një vend ku të rinjt jetojnë e punojnë me dinjitet. Është një mënyrë për të ndërtuar një ekonomi që i shërben gjithë shoqërisë, jo vetëm disa njerëzve. Na duhet një model i ri për turizëm, një model që përfshin gjithë vendin, që ruan natyrën, që krijon punësim dhe që ndihmon sipërmarrësit vendas. Një model që nuk e shkatron Shqipërinë, por e zhvillon atë. Përkundrazi, nuk ka qenë kjo rruga që ka ndjekur qeveria aktuale. Në vend që ta ruajë natyrën, ata e kanë betonizuar dhe shkatruar atë. Në vend që ta ndihmojnë turizmin vendas, ata e kanë kthyer në një shesh për pastrim parash dhe ndërtime pa kriter. Partia Demokratike ka një program të qartë për turizmin, një model të qëndrueshëm që ruan natyrën, zhvillon me përparësi turizmin, duke forcuar identitetin kombëtar dhe duke krijuar mundësi punësimi dhe jetesë më të mirë për çdo shqiptar. Ne do ndërtojmë një Shqipëri ku turizmi do të jetë një motor i fuqishëm ekonomie dhe një burim krenarie kombëtare. Dhe për këtë na duhen të gjithë ata profesionistë e specialistë të turizmit, komunitetet lokale, qytetarët, të rinjt, çdo shqiptar që dëshiron të jetojë në një vend të bukur dhe me mirëqenie të lartë. Është e vërtetë që numri i turistëve është rritur gjatë këtyre viteve, por të ardhurat që kanë ardhur nga turizmi nuk janë përkthyer në një rritje të ndjeshme të qëndrueshme për ekonominë dhe shoqërinë tonë. Të dashur miq, të nderuar të ftuar, askush më shumë se ju nuk i njeh sfidat e këtij sektori. Pikërisht për këtë jemi sot këtu, për të dëgjuar, për të diskutuar dhe për të ndarë zgjidhjet konkrete që ofron programi ynë. Kam kënaqësinë t'ia fjalën profesor doktor zoti Sali Berisha, kryetarit të opozitës dhe kryeministrit të ardhshëm të Shqipërisë, i cili gjithmonë ka besuar në fuqinë e zhvillimit të turizmit dhe në rolin e Shqipërisë si një vend i hapur, mikpritës dhe krenar për vlerat e tyre. Faleminderit zoti Berisha, Së pari unë duhet përshtes përzemërsisht këtu përfaqësuesit e shoqatave turistike të vendit, të përshtes të gjithë punojësit e sektorit apo industrisë së turizmit, kudo që janë, dhe t'i siguroj se Partia Demokratike konsideron turizmin si një nga potencialet ekonomike, kulturore më të mëdha të vendit. Shqipëria disponon një potencial madhështor në kuptimin absolut të fjalës turistik. Ndofta sa asnjë vend tjetër një potencial të tillë mahnitës si ky vend me brigjet më të bukura, rënore dhe shkëmbore, me trashëgimin kulturore ndër më të pasurat, me malet dhe Alpet më të shumta, burimet ujore, liqejt. Pra, Shqipëria kudo përfaqëson një potencial real turistik. Ky fakt është i njohur më mirë nga banorët, nga qytetarët shqiptarë, kudo që ti shkon, në skajet më të largëta,
aty gjen përpjekje për të shpalos potencialin lokal turistik. Aty gjen besim tek ata qytetarë se fshati i tyre, se zona e tyre janë tërheqëse për turistët dhe janë me një fjalë burim i mundshëm të ardhurash ekonomike për ta. Turizmi pra në Shqipëri ka potencial të pakufizuar, të themi për sa u përket resurseve natyrore. Por dhe nuk ka diskutim që ky sektor ka njohur zhvillimet të pamohueshme. Do me thënë, në vitin 2005 Shqipëria ka pranuar gjithsejt 320.000 turistë dhe vizitorë të marrë së bashku. Në vitin 2013 kjo shifër ishte 4.700.000. Sot kjo shifër është 10-11 milion, por vetëm se ka një gjë që nuk i ndajnë vizitorët nga turistët, që ka një dallim ata, ka një dallim esencial sepse nuk janë turistë dhe këto linjat e shpejta, EasyJet, dhe këto e kanë aeroport në Tiranës, e kanë bërë një aeroport të preferuar, e vërteta është për një pjesë të veriut të Greqisë, për Malnezi, për Kosovën dhe për Maqedoninë. Kjo është një zhvillim pozitiv, natyrisht është një pa diskutim që është zhvillim fare pozitiv në këtë kontekst. Por turizmi ka një problem shumë madhor në Shqipëri. Problemi madhor në Shqipëri turizmit është informaliteti në cilin ky sektor noton. Dhe ky informalitet godet sipërmarrësit e ndershëm, godet sipërmarrësit me investime transparente, ky informalitet në Shqipëri, po të shohim krahasim me Malnezi, është i tillë. Malnezi me 2.8 milion turist në vit regjistron 16.8 milion net fjetje. Shqipëria me 10 milion turist në vit regjistron 6, vitin e fundit 7 milion net fjetje. Pra, për të mos e krahasuar pastaj me Kroacinë, e cila regjistron rreth 100 milion net fjetje në mos gabohem me 12 milion ose 16 milion turistë diçka kësaj natyre. Kështu që ne kemi një shkallë informaliteti të jashtëzakonshëm. Formalizimi i turizmit është nofta një nga kushtet më themelore. Janë 3 fishi, 4 fishi i shtretërve janë apartamente krahasuar me hotelet, krahasuar me industrinë hoteliere, çka në shumë aspekte e vën në pozita shumë të vështira industrinë hoteliere, e vën në pozita konkurrence të pabarabartë, e vën në pozita të pamundësisë parashikimit,
dhe një seri problemesh. Ne nuk do të përdorim dhe nuk kemi normal të ndalojmë Airbnb-n, por formalizimi është i kusht i domosdoshëm në qoftë se ne duhem ta shfrytëzojmë si duhet këtë potencial madhor që kemi ne. Këtë potencial madhor që kemi ne. Formalizimi i turizmit është dhe një çështje sigurie. Është një çështje sigurie. Ti pret një turist, por regjistrimi i tij duhet të jetë i detyrueshëm, se ai që vjen këtu, ai që vjen në shtëpinë tënde, ai që vjen në shtetin tonë, ka një përgjegjësi ndaj tij. Ka një përgjegjësi ndaj tij. Dhe absolutisht ne në kushtet më favorizuese, por formalizimin ne do bëjmë çdo gjë për formalizimin e turizmit, sepse nuk mund të ecet, nuk mund shikoni një vend me këto potencialet jashtëzakonshme, se si katandiset me këtë informalitet jashtëzakonshëm. Nuk është ky turizmi i zhvilluar, nuk është ky turizmi që vendi duhet të ketë. Duhet të ketë. Industria turistike përballet me shumë vështirësi. Nuk ka një mbështetje. Mbështetje kanë disa plumb gjoka, si plumb gjoka që apo noj tjetër, se ka plot nga ata, s'është vetëm plumbi, që marrin leje për hotel, i kanë motele, ja u shpallin me 5 yje hotelin, u japin dhe licenca kazinosh, ati të Sinaloas me luftim hysit, i cili natyrisht me të ardhët e Sinaloas, ai e dëmton thellë industrinë turistike. Nuk i ka të ardhura nga puna e tij. Pra, narko euro është një monedhë toksike. Toksike e vërtet për industrinë turistike, për eksportet, për ekonominë shqiptare.